Gjojnë një hadith. Tha, më i keqi te Zoti është 2 pika. Dhul wajhain. Yati haulai biwajh, wa yati haulai biwajh. Tha, më i keqi te Zoti është ai që ka 2 fytyra. Këtyne ju paraqitet me i fytyrë dhe këtyne ju paraqitet me i fytyrë. 2 fytyra. La ilaha illallah, 2 fytyra sot. Sot i ke me 4, me 5, me 15. Sa më e lartë jetë shkalla e njeriut, aq më shumë i ndrohen fytyrat. Kështu që kjo është e vjetër shumë. Kjo është e vjetër. Kjo është e vjetër me 2 fytyra, i zete e kusuar. E faktet dhe argumentet janë shumë. Mund të t'i përmet vetëm një rast interesant për shembull. Një njeri që u jep drejt gjithëve. Sa fytyra ka ky? Po nuk mund të jenë gjithë në drejt, o vëlla. Ndaje muhabetin. Si mund të kenë gjithë drejt? S'mund të ndodhë kjo gjëja.